Përshëndetje të dashur teleshikues. Rikthehemi sot në një tjetër program Koha për të folur. Dhe bashkë me ne në studio sot është Ester Dushi. Përshëndetje. Përshëndetje. Shumë kënaqësi që t'jem këtu. Edhe për mua shumë kënaqësi që të kam këtu sot. Ne kemi zgjedhur një temë shumë interesante, yes? Po, ishte një temë shumë interesante, sidomos një temë që hits close to home. Dhe tema jonë sot është ta themi titullin? Po, apo ta bëjmë, mos ta bëjmë spoil. Okej. Unë them, misterios. gjatë rrugës e zbulojmë, sepse gjithsesi do zbulohet. Po. Okay, my first question. Si mendon, a ka rëndësi perfeksionizmi në jetën tonë? Atëherë, unë mendoj që perfeksionizmi ka një lloj rëndësie në jetën tonë, sepse po ta shikojmë, është rruga për përmirësim. Pra gjithmonë të duash që të bësh më mirë për veten, ose për diçka në jetën tënde, për studimet e tua, për punën tënde, qoftë edhe për pjesën e shërbesës që ne kemi në kish. Por kur arrin një pikë që le të themi të përmbys, të vë poshtë, edhe fillon të mendosh që nëse unë nuk e bëj perfekt të gjë, ose nuk arrin në maksimumit tim, atëherë unë nuk vlej. Pra, fillon që të masësh veten me measurin e perfeksionizmit. Pra, a kam bërë unë ashtu siç duhet? Pra, fillon edhe të dyshosh edhe më shumë veten. Edhe nëse ajo mund të jetë shumë mirë. Po, ti je gjithkohës që dy ta bëj shumë më mirë. Po. Ase për të shumë nga vetja e po. Që nuk është asnjëherë mjaftueshëm. Po. Po. Kjo është pika ku perfeksionizmi arrin anën negative. Pra që nuk është gjë më e mirë për jetën tonë. Por deri në një farë masë, nëse mbahet në kontroll, është diçka e mirë sepse të shtyn. Që të përmirësohesh, të bësh gjëra akoma dhe më mirë. Po. Perfeksionizmi apo hiri? Kjo është tema jonë, se unë s'prita do të shumë me thënë të vërtetën edhe të pyeta kështu direkt. Në mendimin tënd, shumë njerëz e ngatrojnë perfeksionizmin dhe i vejnë një titull që ndonjëherë pra janë ata që ndahen në gjysmë. Janë 50% e njerëzve thotë që perfeksionizmi është diçka e mirë, ne duhet ta bëjmë, duhet ta kemi. Pastaj një 50% tjetër thotë që është gabim të jemi perfeksionista gjatë gjithë kohës. Edhe kanë këtë idenë që një perfeksionist është një person që nuk e shijon jetën, sepse i sheh çdo gjë me kaq shumë detaje sa nuk ndonjëherë e ka potencialin për të shijuar gjërat tamam. A mendon ti që kjo është e vërtetë? Atëherë po mendoj që ka njerëz kështu. Ka njerëz që e ndajnë me thik që ti je perfeksionist është keq dhe le të themi të jesh në atë mburojën e hirit është plotësisht është keq, pra duhet të jesh ose kështu ose ashtu. Por mendoj që duhet të ketë një balancë. Perfeksionizmi është diçka që në ban gjithmonë në këmbë, është diçka që anon shumë te meritokracia. Edhe nëse flasim për jetën e përditshme, edhe nëse flasim për jetën tonë shpirtërore me Perëndin. Pra gjithmonë unë duhet ta bëj këtë që të meritoj atë gjë që del. Atë gjë që del, e kuptoj. Po. Ose unë duhet të bëj këtë gjë që unë të meritoj dashurinë e Perëndis. Unë duhet të bëj këtë gjë që të jem e vlefshme në sytë e tij ose në sytë e njerëzve. Por dhe patjetër që kjo nuk është gjë e mirë, sepse ne asnjëherë nuk mundemi dot që të meritojmë hirën e Perëndis edhe të meritojmë plotësisht dashurinë e tij. Pra nuk mundemi dot të bazohemi në veprat tona. Edhe këtu hyn hiri. Hiri është ai që na mban në gjunjë. Kam dëgjuar gjithmonë mamin tim që thotë hiri është ai që na mban në gjunjë. Pra, ne bëjmë pjesën tonë, por pastaj Zoti ndërhyn. Edhe Zoti thotë ti nuk je vetëm dhe çfarë do lloj gjëje që ti të bësh, unë jam me ty pavarësisht gjithçkaje. Nuk ke pse ti të meritosh, sepse unë kam dhënë gjithçka për ty. Dhe ti i ke ato. Pra ne duam të jemi perfekt, duke u bazuar në veprat tona, ndërkohë që ne në Krishtin jemi perfekt me anë të sakrificës që ai bëri. Një gjë që mua më ka hapur Zoti syt që ta kuptoj dhe ta shikoj është që kur vjen në një pikë që thua unë nuk e bëj këtë gjë sepse nuk është 100% ato siç duhet dhe fillon të bësh pak fanatik. Pra, unë e bëra, po jo nuk e bëra. Jo, kjo nuk është mirë. Jo, duhet të jetë në rregull, se po nuk është në rregull, s'e bëj fare, nuk quhet. Zoti më ka hap syt të kuptoj që kjo është krenari.
Edhe është krenarie, është një formë krenarie. Është një formë krenarie kur ti do të marrësh kontroll mbi gjithçka, edhe nuk e lë atë pjesën që Zoti të bëj pjesën e tij. Sepse çfarë po i thua Zotit është që unë di ti bëj gjërat më mirë se ty dhe unë do i bëj të gjitha çfarë mund të bëj unë dhe ti nuk mund të më dot mua, sepse unë e di më mirë situatën se ty. Po. Domethënë unë e di se çfarë më thon mua te shkolla, unë e di se kush më përtet mua më kërkon llogarin nëse unë se bëj. Unë e di si mendojnë njerëzit nëse unë se bëj, ti nuk e di, kështu që të lutem më le ta bëj vet. Edhe ne ndonjëherë kapemi me këtë që ta bëj vet. Po se duhet ta bëj. Edhe ndonjëherë, sidomos vajzat, po dhe djemt, patjetër, sepse edhe djemt ndjejnë shumë presion në shoqëri. Jo vetëm vajzat, por dhe vajzat e kanë këtë dy fish më shumë, sepse ka një presion për vajzat duke qenë se do bëni nëna, jeni shumë të rëndësishme për familjen, duhet jeni të karrierën, keni shpigocash, domethënë bajni gjërat në rregull, pse nuk është çdo gjë e vendeve, duhet jetë çdo gjë në rregull. Dhe për vajzat kjo duke qenë se vim dhe nga një mentalitet që vajzat nuk i ka trajtuar gjithmonë me shumë pramaj shumë për kujdesje. Ndërsa me djemt ka qenë pak më ndryshe. Jo për të gjithë, sepse të gjithë kanë gjërat e ndryshme. Për shembull, ka familje që trajtojnë vajzat më mirë se sa djemt. Ka familje që trajtojnë djemt më mirë se sa vajzat. Ka familje që trajtojnë të dy barabart, Po, pra varet. A mendon që vajzat e ndjejnë këtë presion pak më shumë? Tani do ishte e kodë, do ishte gënjeshtë nëse do thoya që nuk e kam parë edhe nuk është vënë në re. Sepse gjithmonë gjatë rritjes që kur kemi qenë në kopësht në shkollën nënvjeçare, në gjimnaze, tani për shembull që unë jam në universitet, gjithmonë e kam parë këtë fenomen. Ka pasur raste ku tek djemt ushtrohej i njëjti presion, nëse mund ta them, ose e njëjta kërkesë, llogari. Por në shumicën e rasteve nuk ka qenë kështu. Në shumicën e rasteve kanë thënë që po ajo është vajzë. Ajo duhet të jetë më e mirë. Sa hajt më se këta janë djem. Se djemtë kanë çik në karakter. Ajo duhet ta mbyllë një sy, më kupton, sepse ajo është supozohet të di më shumë, supozohet të sillet. Po. Edhe kanë parë gjithmonë këtë stereotipin. Këtë gjën që vajzat janë supozuar të bëjnë check çdo kuti. Por djemt e kanë opsionale. Por siç thash, jo gjithmonë. Ka pasur edhe raste, unë shikoj edhe vetë në familjen time me tim vllaj që kërkesa dhe dhënia e llogarisë në një lloj forme ka qenë e njëjtë, domethënë si për mua, si për ata. Jo në nivele ekstreme, normalisht, por që ashtu siç duhet të jetë, që të formohet personi, ashtu siç një individ duhet që të formohet me gjithçka. Por që po, është e vërtet që vajzat kanë një lloj presioni pak më të madh se sa djemt në shoqërinë tërësore. A mendon ti që kjo gjë i shtyn vajzat, ne po flasim për fenomenin, e shtyn vajzat të përpiqen të jenë më perfeksioniste gjatë gjithë kohës? Patjetër. Që të uphold ato standardet që janë vënë për to, që duhet të jenë, dhe a mendon ti që ka shërnim kur mbështetesh tek hiri Perëndi, sepse Perëndia thotë, unë e di se si mendojnë ata për ty, unë e di se çfarë presin ata për ty, po ti je goca ime. Ti je vajza ime dhe unë dua të të ndihmoj, kështu që më le të ndihmoj dhe më le mua të çmësoj të gjitha gjërat që dikush mund të ketë bërë me padrejtësi. Po, patjetër që kjo presioni që është goxha e ndjeshëm tek vajzat e shtyn ato për të qenë më perfeksioniste, për gjithmonë të shkojnë edhe të thonë, jo, kjo nuk është mjaftueshëm. Jo, unë duhet të bëj më shumë. Unë e di këtë gjë më mirë edhe duhet ta bëj akoma më mirë. Por duke marrë edhe shkas nga eksperiencat që kam pasur edhe në kohët e fundit, hiri i Perëndis dhe dashuria e Perëndis me të vërtet të heq një barr shumë të rëndë. Është një vend ku ti gjen paqen, sepse perfeksionizmi është i keq kur arrin që të heqë paqen. Dhe në shumicën e rasteve kjo ndodh. Të heq paqen, të heq pamjen ose të heq syt nga Jezusi. Edhe ti shikon rrethana, ti shikon gjërat që po shkojnë, ose aftësitë tua. Aftësitë tona si njerëz që janë të limituara. Nuk shikon se çfarë Zoti mund të bëj me ty dhe se si Zoti mund të ngrejë dhe se si Zoti mund të çojë më përpara nëse ti varesh tek ai edhe le të themi i lë gjithçka aty në dorë.
edhe i gjen me vërtet shumë paqe dhe shumë liri. Por një gjë tjetër që unë kam vënë re është që edhe në qoftë se ne nuk e lëm plotësisht gjërat në dorën e Zotit, edhe gjithmonë siç the edhe ti që shiko, ti Zot nuk e di se çfarë po ndodh këtu. Unë e di se çfarë po ndodh. Unë e di më mirë këtë gjë. Do të mbajmë atë kontrollin tim pavarësisht kësaj gjëje, prap është diçka shumë e bukur sepse Perëndia është besnik. Gjithmonë. Dhe gjithmonë do mbaj premtimin e tij. Që ai të jetë gjithmonë me ne, edhe ai gjithçka të kthej ta kthej për të mirën tonë. Edhe mendoj që kjo është diçka shumë mrekullueshme, por në të njëjtën kohë është diçka e pakonceptueshme për ne si njerëz, dhe prandaj ne zhytemi në atë si mund ta them, në atë të bëjmë gjërat vet, që nuk duhet të bëjmë gjërat vet. Zakonisht, për shembull, një gjë që është shumë shëruese për të gjithë, mendoj, jo vetëm për vajzat. Tani po flasim edhe për djemt, është që Perëndia është kaq gentle. Po. Nuk të shtyn më shumë se ti në momentin që ai është që ti nuk po jep për një arsye ose për një arsye tjetër, nuk je akoma aty. Ai nuk është një Perëndi i dhunshëm, thotë, okay. Jo, absolutisht. Po të lej, më kupton, më ke këtu po të lej. Dhe ndonjëherë më vërtet thjesht ka marrë vendim, ka thënë do ta lej ty këtë gjë, do flej gjumë. Dhe kam vjet gjumë. Po. Do të thënë do bëj kaq sa mundem. Po. Ose kam një projekt dhe kam deadline nesër. Dhe un kam bër projektin, por si thua, nuk është shkele shko, është projekt i mirë, i paraqitshëm, po nuk është diçka që thosh ti, sa i bukur, një projekt fantastik. Do ta lej ty në dorë, bëra ça munda, po marr një. Po bëra ça munda, kam nevojë për hirin tënd. Kaq mundësi kam, kaq fuqi kam për momentin. Dhe në moment kur e shoh që truri im fillon, jo po zysha nesër, jo po pitagohu nesër, jo po këto. Dhe unë bëj një gjë, them, okay, lutem, dhe them Perëndi do i ketë gjumë. Dhe kam ikur dhe kam fjetur gjumë. Dhe këtë e kam për situata ndryshme që kam ndjer shumë presion, që ty t'jem, për shembull, presion kur del në skenë, që ty t'jesh perfeksion në çdo gjë që bën, edhe i kam thënë Perëndis po ta lej ty. Po. Është e vërtet kjo, edhe tani që e thua, domethënë, kur e marr nga perspektiva e një personi tjetër, e shikoj se sa të vështirë, fatikisht e kam pasur shumë të vështirë që ta bëj këtë gjë, që e lë në dorën tënde dhe e fle mendin që Zoti e ka në dorë. Për mua fatikisht ka qenë shumë ndryshe, ndoshta sepse nuk kam arritur akoma që ti them trurit po shoh. Po tani domethënë kur shikoj mbrapa edhe them, wow, Zoti, dora e tij ka qenë me vërtet me mua, pavarësisht se unë ndonjëherë si thua janë vënë kundër, jo janë vënë kundër, po domethënë nuk e kam lënë. Po, nuk e kam lënë të më ndihmoj. Nuk e kam lënë që të më ndihmoj, ai ka qenë që shiko, nuk ka problem. Unë jam prapë këtu për ty. Domethënë një lloj, siç theti, një lloj gentilese, një lloj butësie që nuk ka problem. Kjo shëron. Kjo shëron me vërtet. Sidomos vajzat. Kjo i shëron sidomos vajzat, sepse është ajo gjithmonë ajo shtysa që hëse bëje, më kupton, hëse, ndërsa dhe vajzat, kjo është sidomos vajzat që kanë vuajtur nga ky aspekt, sepse ne e kemi shumë mirë, ama ka disa vende të botës që nuk kemi kaq mirë sa që ne. Ne kemi shumë gjërat, pra në qoftë se sot dikush ta hap derën, ti ta harrosh disa vende. Më kupton, pra gjëra bazike që ne sot na janë bërë natyrshme, disa njerëz nuk e kanë. Dhe sidomos Zoti është kaq Zot çlirues, kaq Zot dashuri, domethënë ai të jep kaq shumë dashuri, dhe kaq shumë hir, sa për të nuk ka rëndësi ai e djala e vajzë, ai do vetëm të ndihmoj. Dhe ai të shëron. Dhe kjo është një nga gjërat më të bukura që kam parë, dhe hiri i tij shëron. Po, në fund ditës ne jemi fëmijët e tij, edhe ai na thotë mbi për që ne jemi si bebi e syrit të tij. Edhe çfarë ka më të shtrenjtë se sa bebi e syrit tonë, që është një nga gjërat më delikate në trupin e njeriut. Për shembull, djemt kanë këtë presionin nga ana tjetër, që janë shtylla e familjes. Dhe kjo nuk është një gjë e thjeshtë. Siç flasim për problemet e vajzave, edhe djemt kanë problemet e tyre, kanë sfidat e tyre. Duhet të jemi gjithkohës on top, duhet të gjenerojmë financa, duhet të jemi aty për të mbrojtur familjen, për të qenë gati. Po nëse dikush ka nevojë për diçka dhe unë nuk ja jap dot, unë po përpiqem dhe prap pranë personave të familjes ose personave të tjerë caktuar. Po, është e vërtet.
çdo kush në çdo lloj situate që ndodhet, me çdo lloj backgroundi që mund të ketë, ka goxha presion, sepse nëse kthehemi përsëri tek perfeksionizmi ekziston në çdo lloj fushë dhe tek çdo lloj personi, në mos jo në një fushë tjetër po. Nëse nuk është e zënë për studimet, është për pjesën profesionale, nëse nuk është për këtë pjesë, është për pjesën e shërbesës ose për pjesën e familjes. Pra në çdo aspekt presioni i të qenit perfekt ekziston, edhe është diçka që duhet rregulluar, mendoj unë. Po, është e vërtet. A mendon ti që hiri i Perëndis, përveç se siç ne folëm të shëron, po hiri i Perëndis dhe të drejton. Edhe ç'a dua të them është kjo, kur ti she dorën e ti për diçka, ti kupton që çfarëdo lloj hapi që unë kur i marr hapat me të, kam një drejtim dhe kam një ndihmë për të ardhmen, sepse hiri i ti mua do më mbaj gjatë gjithë kohës. Po. Dhe kur ti e le veten në dorën e ti dhe thua e lash tani, dhe në momentet që unë kam lënë, më janë nxitur disa situata në jetën time që kam vënë duart në kokë dhe kam thënë seriozisht, sepse nuk më dilte asnjë gjë tjetër, domethënë, pse ti e bëre? Se ti e bëre? Edhe kthesha. Oba, e bëri. Edhe un kam ca reagime shumë kështu. Un kam ca reagime kështu. E bër, edhe çohem kështu se kur më vjen më kap, ke parasysh të vjen një zbules në mes ditës dhe kështu, ua pritse, e bëri, pritse e bëri. Dhe ose o ma, e bëri. Dhe përveç se shumë shëruese, është dhe jep një konfidencë që sa më Zotin, unë. Po. Nëse kemi me Zotin, kush mund të jetë kundërndesh? Po, e vërtet. Po. Kështu që ka pas një rast në jetën tënde që ke lënë një gjë Zotit, dhe ke thënë ua, pritse! Ua! Po, edhe për mua një gjë shumë kyçe në jetën time dhe shumë e rëndësishme janë studimet. Edhe I know girl. Yeah, relatable. Edhe në semestrin e dytë, gjërat kanë qenë normalisht më të vështira, se sa vjen edhe vështirësohen. Edhe me thënë të drejtën dy nga lëndët, po sidomos në njërin prej tyre më doli komplet jashtë pritshmërive dhe më doli jashtë nuk e kisha më në dorë. Edhe ndoshta edhe nuk e kisha kushtuar aq shumë rëndësi dhe aq shumë mendje sa duhet që t'i kushtoja. Dhe pasi unë kalova sezonin edhe bëra provimet, për shkak se unë jam edhe me bursë në shkollën që jam, edhe doja me të vërtetë që ta mbaja, po isha aq i dëshpëruar. Edhe mendoja që nuk gjërat do shkonin aq keq sa nuk vete, domethënë. Gjithmonë mendja shkon tek gjërat negative. Nuk thua që okay, s'ka gjë, do vim mirë, Zoti e ka në dorë. Edhe isha shumë pesimiste për këtë gjë. Edhe pastaj i thash, pasi mbyllë gjithë, thash, Zoti më bëra çfarë bëra, po tani nuk kam çfarë bëj më. Tani ti e ke në dorë. Të lutem, deri të favor mbi mua edhe bëj një mrekulli. Litarisht bëj një mrekulli. Edhe thoja prindërve që do humbas atë bursën, nuk do dal mirë, edhe nuk më pëlqente kjo gjë që edhe e kisha lënë pas dore, lënë caktuara, domethënë. Nuk më vite mirë për këtë gjë, sepse thosha nuk jam i mirë mjaftueshëm tani. Dhe pastaj kur më kanë dalë të gjitha notat dhe kam parë që këto dy lëndët kishin dalë jashtë pritshmërive të mia. Edhe thosha, o Zot, lutem të mos jenë hedhur gabim, se ndonjëherë mund të ndodhë diçka në sistem. Edhe isha aq e shokuar sa që nuk i besoja më syve dhe kontrolloja disa herë aplikacionin që i bëja reload. Edhe thosha, është e vërtet kjo? A janë këto notat e mia? A janë këto notat e mia? Edhe pastaj thjesht pash Zotin e thash, okay, ti pavarësisht se unë nuk isha aq optimiste tek ty, edhe si thua, nuk u vara tek ty, ti e bëre këtë gjë. Edhe sa e mrekullueshme është që ne të kemi një perëndi të tillë, një baba qiellor të tillë. Është vërtet. Edhe ka qenë domethënë shokuese për mua. Kjo ka qenë gjëja më recent që më ka ndodhur. Edhe me të vërtet thjesht jam habitur. Fuqia e fjalëve, unë përveç se kam kuptuar rëndësinë, sa rëndësishme është kjo gjë,
ja kam parë edhe në momentin që ti flet fjalë negative, se çfarë ndodh. E kam parë. Dhe e di. Dhe fjala ishte Perëndi. Dhe Perëndia krijoi universin me fjalë. Pra fjala ka fuqi, edhe fjalët janë enjë që mbartin fuqi. Dhe un kam bërë një pak në veten time që nuk kthem asnjëherë, përpiqem të mos them fjalë negative. Pra, nëse ajo gjë ka potencial për të mos të shkuar mirë, unë të them të shkoj shumë mirë në emrin e Jezusit, do ta bëjmë fjalë jete, asnjëherë fjalë vdekje. Kjo të bëhet, kjo do arrihet, nuk e di se si, nuk e di se çysh do e bëj. Dhe e kam mbajt veten gjatë gjithë kohës me këto fjalë pozitive dhe me këtë shpallje të mirëbesimi. Dhe në momentin që ti ke nevojë dhe vjen moment, ti e beson. Është shumë e bukur kur ti çfarë flet ti e beson. Për shembull, ke vënë re që kur vjen një kohë dhe disa njerëz gënjejnë për diçka vazhdimisht, ata fillojnë ta besojnë gënjeshtërën e vet. Dhe të njëjtën gjë funksionon edhe kur ne shpallim gjëra të mira. Dhe vjen një moment që ti e beson me të vërtetë që dëgjoj se do bëhet shumë mirë, I got this, mund ta bëj. Dhe në atë moment i hap derën e Zotit që të futet në punë për ty, sepse ti me gorën tënde ose licenson ferrin ose qellin. Kështu që në momentin që ti vendos se çfarë thua, i hap rrugë Zotit që prit se të futem unë tani në skenë. Por nëse ti thua unë do ngel, jam i stresuar, unë do ngel, unë se moj, unë se bëj, unë s'di, çfarë do bëj unë? Do ngelësh. Ke për ngel. Nuk ke asnjë zgjidhje tjetër. Në momentin që ti pastaj thua, jo, unë do dal kam Zotin, unë ja dal unë. Pra ti hapësh derën Zotit me fjalët që thua, pastaj aty futet dhe hir Zotit në skenë. Po. Kjo është diçka që me të vërtetë duhet vënë më shumë në praktik. Unë dështoj shpesh herë te kjo se thash unë si natyrë jam pak pesimiste, domethënë. Por përpiqem shumë që të mos jem, shumë domethënë të kujtohem dhe të bazohem tek ato gjëra që unë lexoj në Bibël, që është fjala e Perëndis, edhe dua të bazohem atje se çfarë Zoti kam, edhe ku unë varem, çfarë fortesë kam. Edhe përpiqem shumë që ti kujtoj vetes edhe për pjesën e fjalëve që çfarë do lloj gjëje që ti të ndjesh nga goja, ti mban fuqi me ato. Dhe gjithashtu të kujtohem se ku të varem dhe ku të mbështetem. Dhe mendoj që është diçka që duhet vënë më shumë në praktik. Jo vetëm për pjesën e studimeve siç po flisnim, po për çdo lloj gjëje në jetën tonë, për çdo problem në jetën tonë. Si të jemi perfeksionista dhe të bëjmë më të mirën tonë, por në të njëjtën kohë të dimë t'ia përshojmë gjërat edhe Zotit. Pra të dimë të mbajmë dhe të hiri i Tij. Siç thash, është një vijë shumë e hollë që ndan perfeksionizmin me të bërit më të mirën tënde. Edhe mund të humbasësh shumë. Edhe mund ta t'i kalosh. Por siç thash, duhet të arrim në atë pikën që në atë paqen e mendjes që unë kaq aftësi kam, bëra më të mirë, bëra pjesën time, ama ta bëjmë pjesën tonë. Edhe kjo është shumë e rëndësishme, jo të themi ha se Zoti do e bëj. Por me të vërtetë të bëjmë pjesën tonë, të bëjmë më të mirën tonë, marrë mundësi sa ne kemi, marrë njohuri sa ne kemi, dhe pastaj thjesht të lëm Perëndin të futet në aksion, siç the edhe ti. Edhe të mos shikojmë rrethanat tona, pra mos të heqim syt nga Krishti. Më inkurajon shumë historia e Pietrit, që kur ai doli nga varka, pa Krishtin, edhe i mbajti syt te Krishti, edhe ishte shumë i lumtur, edhe ishte shumë konfident në hapat e tij që po bënte mbi ujë. Por në momentin që ai pa dallgët, edhe pa rrethanat e tij, u zhyt. Edhe me këtë gjë kam bërë shumë relate, sepse jo vetëm unë, po mendoj që gjithë ne kemi pasur eksperjenca të tilla ku jemi përpjekur që t'i mbajmë syt e Krishtit, po kemi dështuar shpesh herë dhe jemi zhytur. Edhe besimi ynë, le të themi, është pakur. Por gjithmonë duhet të mbajmë syt tek ai. Pra, moral of the story, të bëjmë më të mirën tonë, por duke mbajtur syt tek ai. Mos shikojmë aftësitë tona, sepse në fund të ditës, siç thash, janë të kufizuara, por të mbajmë syt tek krijuesi i gjithë botës që i ka aftësitë të pakufizueshme. Edhe në qoftë se
në një rast ti ndoshta nuk je aty 100% dhe nuk e ke bërë atë tënden, mos u trëm, ai është Perëndi që ndihmon. Po, pikërisht. Pra edhe nëse ty të kap në një moment që je i papërgatitur, le të themi, leja ato të ndihmoj, edhe mos e vrit mendjen shumë. Gjërat kalojnë. Po. Dhe mendoj që ajo që the është shumë bukur. Dhe pse jo ta lejmë herën e Zotit na shërohet, na ndihmoj. Po. Po. Pikërisht. Gëzojmë shumë që të kisha sot në studio. Gjithashtu edhe unë gëzojmë shumë që isha këtu. Yes, edhe shpresoj që mendoj që për të rinj kjo është një gjë, jo vetëm për të rinj, për të gjithë është një gjë që kanë nevojë ta dëgjojnë. Po. Dhe shpresoj që me të vërtet të kemi arritur edhe të kemi prekur ata që na kanë dëgjuar. Po. Edhe ndoshta të kenë marrë një gjë, të kenë nxjerrë një gjë nga gjithë kjo puntat që përshit tek Zoti sepse ai me vërtet të do. Po. Po. Shpresoj shumë që dhe ju ta keni pëlqyer këtë program. Ne bashkë do të jemi javës tjetër. Shumë bekime dhe mirupafshim.